nuk ka pas diskutime pas propozimit që u bë të shtunën pra të Albulena Haqillit, dhe sigurisht se vazhdon me të njëjtin propozim partia fituese e zgjedhjeve, gjasat janë që të kemi sërish edhe një dështim sot, marrë parasysh që përveç mungesës së 3 votave të partisë së Limajt, ka edhe 2 vota të cilat janë të pasigurta nga rrallët e minoriteteve jo shumicë që nuk janë serbe, domethënë jo serbe, pra është vota e Duda Baljes, që vjen nga komuniteti bosnjak dhe vota e Adem Hoxhës nga komuniteti Goran. Këto 2 vota nuk janë të sigurta për zotin Kurti dhe partinë e tij që ka dalë fituese në zgjedhje, prandaj jemi në një situatë ku mund të përballemi me dështimin e 4. Po çfarë ndodh për shembull, se kjo mund të jetë një taktikë Albin Kurtit që propozon sërish emrin e Albulena Haqillit, rrëzohet, çfarë ndodh? Cilat janë hapat e mëtejshëm, sepse ndoshta mund të ketë synim edhe kalimin në zgjedhje të parakohshme prapë. Po ky është një diskutim që po bëhet realisht prej momentit të dështimit të parë, por e vërteta është që tani jemi në një situatë që nuk ka shumë epilog që e përcakton kushtetuta. Pra në një situatë të një ngërçit të tillë, një prej mekanizmave që do të mund të përdorej për të dalë nga kjo situatë është gjykata kushtetuese, pra që deputetët që kanë qenë pjesë e opozitës apo partitë opozitare të erës së kaluar të drejtohen kushtetuesës, gjykatës kushtetuese për ta zgjidhur si ngërç, sepse në rast që nuk arrihet një marrëveshje politike e partisë fituese të zgjedhjeve me dikë tjetër, një ngërç i tillë mund të zgjasë pafundësisht, sepse nuk ka një sqarim se si do duhet veprojnë në çështje të tilla. Nga hera e kaluar nga shtuna, tashmë kemi ecur 2 pika përpara, pra ai raporti i verifikimit mandateve i cili e bllokoi seancën për 2 hera, është kalu pashtu ka ndodhur dhe betimi i deputetëve, por çështja e emrit të kryeparlamentarit është pika kyçe sepse është derivat i një marrëveshje politike dhe pa u kalu kjo nuk mund të zgjidhen as në kryetarit që janë 5 në total dhe që është më shumë aspekt procedural i seancës së parë dhe kuvendi konsiderohet i konstituuar vetëm kur t'i kemi edhe në kryetarët të zgjedhur. Po tash për tash duhet një marrëveshje politike ose një akordim mes palëve për tesë përpara. Përndryshe do të ketë sërish bllokat, ani pse njëra nga partitë që ka qenë opozitë, që qenë e kaluar, ja ka dhënë një variant partisë fituese që do të mund ta zhbllokon këtë procesin, pra partia Ramush Haradinajt i ka thënë partisë fituese që mund t'i propozoj për kryeparlamentare deputetet Saranda Bogojevci dhe Shqipe Selimi dhe njërin prej këtyre emrave do ta votonte. Shqipe Selimi ndryshe është bashkëshortja e kreut, njërit prej krerëve të UÇK-s, Recep Selimi, që ka qenë më herët gjithashtu deputet i vetëvendosjes. Këta 2 emra janë të pranueshëm për AOK që i ka 5 deputet brenda kuvendit dhe me votën e tyre do të mund të kalonte edhe kryeparlamentari. Por siç duket partia mbështet nuk ka dhënë sinjale që në radhët e propozimeve të veta do të ketë qoftë zonin Bogojevci, qoftë zonin Selimi dhe me sa duket edhe sot do të shkoj me emrin e Albulena Haqillit, i cili nuk besoj që mund t'i marrë votat, e aq më tepër që zoni Haqilli nga radhët e pushtetit është prej figurave që më së shumti është polarizuar me partitë opozitare. Pra është një prej figurave që opozita sheh si fort të papranueshme. Jesi, Hoti, duket sikur ka lëvizje taktike, pra kjo lëvizje që i thatë e Ramush Haradinajt është një lëvizje politike taktike që të formohet, pra të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe duke u nisur nga fakti që Albin Kurti si ka votat, i takon pas në rast se ndodh kështu, i takon pas opozitës për të nisur le të themi formimin e qeverisë. Realisht nuk mund bëjmë hapa përpara drejt formimit të qeverisë para se të konstituohet kuvendi. Gjithsesi
emri kryeparlamentarit, është që po flas në perspektivën time, dhe duhet ishte një hap procedural, kur e them këtë, e them për shkak se emri çështja e kryeparlamentarit është zgjedhur me një vendim të gjykatës kushtetuese. Pra emri i kryeparlamentarit i takon partisë fituese të zgjedhjeve. Prandaj derisa i takon asaj, konsideroj që